Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Të dashur vëllezër musliman, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimi takon Allahut të lartësuar, lavdërimi, shpëtimi qofshin me të dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ecin në udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, ne po flasim për të drejtat në Islam dhe i dërguari ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dyshim që ka të drejtën e tij. Në një cikël emisionesh ne do të flasim për drejtën e të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por është më së udhës që ne duke folur për drejtën e këtij të dërguarit madh, këtij njeriu të madh, mësuesit të njerëzisë, të flasim për prejardhjen e tij, për lindjen e tij dhe për fillimin e zbritjes së shpalljes. Për të njohur me këtë njerëz të madh. Njohja me këtë njerëz të madh nuk ka dyshim është një prej të drejtave të tij, sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është njeriu me prejardhjen më të lartë. Është njeriu më i fisëm. Ai rrjedh prej Ibrahimit alayhi salatu wassalam. E Ibrahimi është i dashuri i Allahut, është miku i Allahut subhanahu wa taala. Dihet që i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka lindur në Mekë. Allahu i lartësuar e zgjodhi nga mesi i këtij populli dhe e bëri atë të dërguar për gjithë njerëzit, për xhindet e njerëzit në çdo kohë, në çdo vend deri në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Allahu i lartësuar u ka bërë mirësi besimtarve duke zgjedhur një të dërguar nga mesi i tyre. Yatlu 'alayhim ayatihi, që të lexoj atyre ajetet e Allahut të lartësuar, vargjet e Zotit, që t'i pastroj ata nga sjellja e ulët, nga shirku, nga problemet, të mësoj atyre librin dhe urtësinë, sunetin, edhe pse më përpara ata kanë qenë në humbje të qartë. Allahu i lartësuar dërgoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga mesi i njerëzve, por njeriu me prejardhje më të lartë, njeriu më i fisëm. Allahu subhanahu wa ta'ala i ndau njerëzit në dy grupe dhe profetin sallallahu alaihi wasallam e bëri në grupin më të mirë. Pastaj Allahu i lartësuar i ndau njerëzit në popull dhe në fise dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bëri në popullin dhe në fisin më të mirë. Në një hadith tjetër, të cilin e ka transmetuar Wathilatu ibn al-Asqa, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha astafa Kinanata min waladi Ismail." Allahu i lartësuar zgjodhi Kinanen nga bijtë e Ismailit. Kinani në fakt është njëri prej stërgjyshëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po të shohim zinxhirin e stërgjyshëve të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të konstatojmë se njëri prej tyre është Kinane. Kinane rrjedh nga Ismaili. Pra në fakt ai është një prej stërnipërve të Ismailit alayhi salatu wassalam. Kinane ka qenë në një kryetar fisi. Allahu i lartësuar zgjodhi Kinanen prej bijve të Ismailit, stërnipërve të Ismailit. Wastafa min Kinanata Quraishan, ndërsa prej Kinanes, prej pasardhësve të Kinanes, zgjodhi Quraishët.
Wastafa min Quraishin Bani Hashim, ndërsa prej Qurayshëve ka zgjedhur Banu Hashim. Hashim është njëri prej stërgjyshëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në fakt është mjaft i afërt me profetin sallallahu alaihi wasallam, e do ta mësoj pak më pas kur flas për ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur të përmend disa prej stërgjyshëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, se Hashim është mjaft afër me profetin sallallahu alaihi wasallam. Pra nga Qurayshët Allahu i Lartësuar zgjodhi Hashimin, zgjodhi fisin Banu Hashim. Thot dhe nga fisi Banu Hashim më zgjodhi mua, wastafani min Bani Hashim, që tregon se për nga jo vetëm nga veçoritë dhe nga vlerat e mirësitë e tjera, por edhe nga prejardhja, edhe nga fismëria i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi ynë është i zgjedhur i Allahut të Lartësuar. Allahu i Lartësuar e zgjodhi atë prej gjithë njerëzve. Në një hadith tjetër, të cilin ka treguar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu nga Ebu Sufjani. Ebu Sufjani ka qenë një armik i madh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por nga fundi i jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pranuar fenë islame. Ebu Sufjani ka qenë një armik i ashpër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjatë periudhës së marrëveshjes së paqes mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij, e cila u lidh në Hudejbije, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në atë kohë ndodhej në Medinë, ndërsa Qurayshët ishin të lirë që të lëviznin për shkak marrëveshjes së paqes. Dhe Ebu Sufjani me një karvan shkon në Sham, në viset e Shamit, për tregti. Ndërkohë që Ebu Sufjani ndodhej në Palestinë, mbërrin një letër nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për tek i pari i Bizantëve, për tek Herakli, perandori i Bizantëve. Kur merr letrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kërkon shpjegim dhe u thot njerëzve, më sillni ata që janë pranishëm në këtë vend prej fisit apo popullit të këtij njeriu që thot se jam pejgamber. Gjetën Ebu Sufjanin me shokët e tij dhe i çojnë tek Herakliu. Herakliu i thret dhe u thot kush është njeriu që ka lidhjen më të afërt, lidhjen e gjakut më të afërt me këtë njeri, që ka afërsi gjaku me këtë njeri. Ebu Sufjani tha unë. Atëherë Herakliu i rrashton të gjithë para tij dhe Ebu Sufjani e vendos përpara. Dhe pastaj u thot njerëzve, unë do ta pyes këta, nëse ky gënjen, ju do ta përgënjeshtroni. Ebu Sufjani thot, po sikur mos më vinte turp se njerëzit do të gjenin ndonjë gënjeshtër në fjalët e mia, unë thot kisha për të gënjur, por vendosi që të them vërtetën. Dhe kështu Herakliu filloi ta pyeste rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të zbuluar nëse ishte i dërguar Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ishte i dërguar i Zotit apo jo. Ai ishte i dërguari për të cilin flitej në Injil, por edhe në librat para Injilit apo jo. Në fakt, nga pyetjet Herakliu doli me përfundimin se ky ishte i dërguar i Allahut dhe se ky do të merrte pushtetin e tij. Ky hadith përmendet Sahih Buharit. Është hadith i saktë, nuk bëhet fjalë. Por unë do të shkëpuz vetëm një pyetje dhe përgjigjen e saj, e cila ka të bëjë me fismërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me prejardhjen e tij të lartë. Ndër të tjera, pra, Herakliu i thot Ebu Sufjanit, "Kejfe nasabuhu fikum?" I thot, si e ka prejardhjen mes jush Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Tha, "Huwa fina dhu nasabin." Tha, ai ka prejardhje të lartë. Atëherë kur filloi të jepte shpjegimet apo të bënte komentet për përgjigjet që kishte dhënë Ebu Sufjani, Herakliu tha: "Wa kadhalika al-anbiya'u fi qaumihim." Tha, kështu janë dhe pejgamberët në popujt e tyre, janë njerëz me fismëri, janë njerëz me prejardhje të lartë. Siç e përmenda pak më parë, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është njeriu me prejardhjen më të lartë. Pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam ka ardhur nga lidhje të ndershme. Të gjithë paraardhësit e tij, domethënë të gjithë stërgjyshrit dhe stërgjyshet e tij,
gjithë etrit e tij sallallahu alaihi wasallam i ka pas njerëz të ndershëm. Vjen nga prejardhje e fisme dhe e lartë. Dhe në fakt kështu janë pejgamberët. Pejgamberët vijnë nga, domethënë, kanë prejardhje shumë të lartë, prejardhje të pastër dhe të ndershme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është biri i Abdullahit, Muhammed ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra. Këta janë disa prej stërgjyshëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra Muhamedi biri i Abdullahit, biri Abdul Muttalibit, ky është gjyshi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalibi, biri Hashimit, biri Abd Manafit, biri i Qusayit, biri i Kilabit, biri Murras, dhe kështu vazhdojnë pastaj stërgjyshët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri tek Adnani. Adnani dihet pa diskutim mes kronistëve se është biri i Ismailit. Ismaili është biri i Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Por nga Adnani deri tek Ismaili nuk janë përcaktuar saktësisht se kush janë stërgjyshët e Muhamedit ose me emër, mirë po dihet që Adnani është pasardhës i Ismailit alayhi salatu wassalam. Ndërsa nëna e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është Amina, bia e Wahbit. Wahbi ka qenë i pari i fisit Zahra. Zahra është një prej stërgjyshëve të nënës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky është ka qenë një prej fisëve të njohura në Mekë. Amina binti Wahab binti Wahab. Wahbi është biri i Abd Manafit. Abd Manafi është biri i Zahras. Ky është biri i Kulabit dhe Kulabi është biri i Murras. Kështu, pra, po të shikojmë edhe prejardhja e nënës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam takohet diku disi larg me prejardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, takohen tek një prej stërgjyshëve të largët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është Kilabi biri i Murras. Nëna e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Amina, pra një grua e ndershme, e pastër, një grua me prejardhje të lartë dhe të fisme, bia e Wahbit, dhe ky ka qenë një prej të parëve të Mekës, i pari i fisit Zahra. Ndërsa babai i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është njëri prej bijve të Abdul Muttalibit, Abdullah. Abdul Muttalibi kishte shumë djem, mirë po e ka veçuar nga djemtë e tjerë Abdullahin, babain e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e doshte fort atë. Siç dihet, babai i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka vdekur ndërkohë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte në barkun e nënës, domethënë e ka lënë shtatzan Aminën kur vdiq. Abdul Muttalibi ishte i pari i fisit Banu Hashim, një prej njerëzve të mëdhenj në Mekë, një prej njerëzve me pozitë, me famë. Kështu pra ka qenë prejardhja të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tashmë do të flasim shkurtimisht për fillimin e zbritjes së shpalljes tek i dërguari ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Fillimi i shpalljes tek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte në vitin, domethënë kur profeti sallallahu alaihi wasallam arrin moshën 40 vjeçare. Kur rrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam moshën 40 vjeçare, i fillon zbritja e shpalljes. Para se të zbrisin vargjet e para të Kuranit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shikonte ëndra dhe ëndrat i dilnin ashtu sikur se i shikonte.
i dilnin ëndrat si agimi i mëngjesit. Pastaj, domethënë kur pak para se të zbriste shpallja, në vigjilje të zbritjes së shpalljes, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pëlqente që të veçohej në një shpellë, e cila quhet shpella Hira, që ndodhet në një prej kodrave maleve të Mekës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam veçohej aty për meditim, për kthjellësi, largohej nga zhurma, nga rrëmuja, nga problemet e shumta të cilat i kishin njerëzit në besim, në karakter, marrëdhënie me njëri tjetrin, ulej atje i qetë, qëndronte atje disa ditë dhe disa net i qetë, meditonte mbi krijesat e Zotit, i bante ibadet Allahut të lartësuar dhe pastaj kthehej. Kështu vazhdoi një farë kohe derisa i vjen meleku Xhibril alayhi salatu wassalam dhe i zbret vargjet e para të Kur'anit. Njëra nga nënat e besimtarëve, bashortja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha, tregon: "Kana awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh." Thot, fillimet e shpalljes tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishin në formën e ëndrave të mira. Ai çdo ëndër që shikonte i dilte si agimi i mëngjesit. Domethënë i dilte ashtu siç e shikonte. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaq as-subh. Thumma hubbiba ilayhi al-khala. Fa kana yakhlu bi ghari Hira yatahannathu fihi al-layali dhawati al-'adad wa yatazawwadu lidhalik. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregon ajo veçohej të rriqen vetmi në shpellën Hira dhe i bënte ibadet Allahut të lartësuar aty për disa net e disa ditë. Ai merrte furnizim me vete, ai sa i nevojitej për të kaluar disa ditë e disa net dhe i bënte ibadet Allahut të lartësuar këtu në këtë shpellë. Pastaj tregon kthehej kur i mbaronte furnizimi, kthehej në shtëpi tek bashortja e tij Khadija bint Khuwailid radhiyallahu anha, merrte furnizim përsëri dhe shkonte e qëndronte për disa ditë e disa net të tjera në këtë shpellë për t'i bërë ibadet Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot, vazhdoi kështu derisa erdhi e vërteta. I vjen meleku nga Allahu subhanahu wa ta'ala. I vjen meleku dhe i thot, "Iqra", i tha lexo. Qale ma ana biqari, thot unë nuk di të lexoj. Qale fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahdu thumma arsalani fa qala iqra. Do të atëherë meleku më shtrëngoi fort dhe ai sa u mundova shumë dhe më thot, pastaj më lëshon dhe më thot lexo. Qultu ma ana biqari, i thash unë nuk di të lexoj. Në fakt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk dinte shkrim e lexim. Atëherë thot më shtrëngoi për së dyti. Hatta balagha minni al-juhdu. Ai sa u mundova shumë. Pastaj më lëshoi dhe më tha iqra. Qultu ma ana biqari. Më tha lexo, i thash nuk di të lexoj. Më kapi, më shtrëngoi për së treti. Dhe pastaj thot më lëshoi dhe më lexoi vargjet e para të Kur'anit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo në emrin e Zotit tënd, i cili ka krijuar çdo gjë. I cili e krijoi njeriu prej një cope gjaku apo një pjesë e gjakut të mpiksur. I prej fazave të zhvillimit të embrionit njerëzor është edhe kjo. Shndërrohet pra embrioni i njeriu në formën e një cope gjaku të mpiksur në mitrën e nënës, femrës. Khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo.
dhe Zoti yt është më bujari. Ajetet e para që i shpallën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishin këto. Në këto ajete Muhamedi sallallahu alaihi wasallam urdhërohet për lexim. Kjo shpjegon dhe tregon për vlerën e dijes, për faktin që Islami i nxit njerëzit pajisen me dije, të arsyetojnë, të argumentojnë, të mendojnë, të thellohen. Pastaj Profeti sallallahu alaihi wasallam zbret nga shpella, kthehet i tronditur, i shqetësuar. Qala fa raja'a biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarjufu fu'aduhu hatta dakhala ala Khadija. Kthehet, hyn tek Khadija radhiyallahu anha dhe thot më mbuloni. E mbulojnë derisa e merr veten, qetësohet. Pastaj thot Khadija radhiyallahu anha laqad khashitu ala nafsi, thot kam pas frikë për veten time. Kam frikë për veten time. Dhe i tregoi çfarë i kishte ndodhur. Khadija radhiyallahu anha i thot kella wallahi la yukhzika Allahu abada. I tha jo, pasha Allahun. Allahu nuk të turpron ty kurrë. Fa innaka la tasilu ar-rahim wa tahmilu al-kalla wa tuksibu al-ma'duma wa tuqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq. I thot jo, pasha Allahun. Allahu ty nuk turpron kurrë, sepse ti ruan lidhjet me njerëzit e fisit. Ti kujdesesh për ata cilët nuk kanë kujdestar. Kujdesesh për ata cilët nuk kanë kujdestar, strehon ata cilët nuk kanë strehim, i mban financiarisht ata cilët nuk ka kush t'i mbajë. Shpenson për ata cilët nuk ka kush t'i mbajë. Wa tuksibul ma'dum, dhe u jep atyre cilëve nuk kanë, të varfërve, nevojtarve. Wa tuqri ad-dayfa, ti je njëri mikpritës, pret musafir, je bujar, shpirt madh, shpirt gjerë, shpirt mirë, dorëlëshuar. Dhe pastaj thot wa tuqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq, dhe u del krah njerëzve që u bën pa drejtësi. Këto ishin disa nga virtytet e të larta të dërguarit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo grua e mençur arriti të kuptonte se njëri me sjellje kaq të lartë, në një vend me probleme të shumta sociale, shoqërore, familjare, ekonomike, politike, nuk mund dështonte. Nuk mundet që ta turpronte Allahu i lartësuar njëri të tillë. Kjo ishte vetëm një përzgjedhje nga Zoti. Kjo ishte një parapërgatitje nga Allahu i lartësuar. Megjithatë, do ta bëj komentin disi më gjerë të këtyre fragmenteve të fillimeve të zbritjes shpalljes tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në pjesën e dytë të këtij emisioni. Do të shkëputemi atëherë për disa momente për të kthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe për të vazhduar me shpjegimin e gjithë këtij tregimi, të cilën e ka sjell nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu anha, walhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Falënderimi i takon Allahut të lartësuar, salavatet dhe selami qofshin të dërguarin ton Muhammedin, të dashur vëllezër, jemi kthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni. Fillimet e zbritjes shpalljes tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë mjaft vështira. Në fakt, kontakti profetit sallallahu alaihi wasallam me qenien prej drite, me Xhibrilin alayhi salatu wasalam, shoqëroi gjithmonë me vështirësi. Ishte ishin momente të vështira, të mundimshme për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ama fillimet kanë qenë dhe më të vështira.
Dhe ky fillim i vështirë i zbritjes shpalljes tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmbante në vetvete shumë tregues. Së pari se kontakti i Profetit sallallahu alaihi wasallam me melekun Xhibril do të ishte i vështirë, do të ishte i mundimshëm, por ai duhet bëhej gati. Duhej përgatitur, prandaj dhe domethënë kjo është ajo që simbolizon apo ajo për cilën tregon kjo domethënë situatë, ai shtrëngim që i bëri meleku Xhibril Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për t'i dhënë atij të kuptonte se do të ishin momente të vështira, momentet e kontaktit për marrjen e mesazheve hyjnore, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të merrte mesazhin hyjnor nga Xhibrili alayhi salatu wassalam. Dhe e kam përmendur në një mësim të kaluar këtu gjatë këtij cikli emisionesh se profeti sallallahu alaihi wasallam ndonjëherë i vinte shpallja formën e domethënë formë zëri që e ngjonte në zemër dhe që ishte si zëri i ziles me fjalë. Por ky thot ishte më i rëndi dhe forma më e rëndë dhe më e vështirë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ndahej meleku prej tij sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu kthehej, domethënë e merrte veten, por ama mund të ishte ditë e ftohtë dimri e megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dilin djersitej shumë, nga që ishin momente shumë të vështira dhe vetë pra në hadith përmendet se kjo ka qenë forma më e vështirë e zbritjes së shpalljes tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E dyta, bartja e mesazhit hyjnor, pra treguesi i dytë i kësaj vështirësie në fillimin e zbritjes së shpalljes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, treguesi i dytë është se bartja e mesazhit hyjnor dhe përcjellja e tij tek njerëzit do të kishte shumë vështirësi. Nuk do të ishte e lehtë. Do të ishte puna më e vështirë të ndryshosh mentalitetin e njerëzve, të ndryshosh mendimin e tyre, të ndryshosh rrjedhën e jetës së tyre, është gjëja më e vështirë. Për një thirrës në Islam do të ishte më e lehtë të sheshonte një kodër sesa të merrej me disa njerëz për ndryshuar bindjen, për ndryshuar mentalitetin e tyre. Pra nuk është e lehtë ndryshimi i mentalitetit dhe i bindjes së njerëzve. Njerëzit janë mësuar me disa bindje, kanë disa tradita, kanë disa rregulla, po janë mësuar me gjunahe, ndoshta me vese të ulta, me punë të turpshme, me padrejtësi dhe misioni i pejgamberit, por edhe pasuesve të pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është që t'i shpëtojnë njerëzit nga idhujtaria, të mësojnë njerëzve besimin e pastër në një Zot, t'i shirojnë njerëzit nga ndjekja e pasioneve të tyre të dëmshme, nga robëria ndaj tekave dhe dëshirave, t'i shpëtojnë njerëzit nga veset e ulta, nga punët e turpshme, t'i shirojnë njerëzit nga padrejtësia, nga dhuna, nga tirania dhe problemet e shumta, të luftojnë fenomenet negative në shoqëri, normale që të ndryshojnë edhe mjaft prej traditave, zakonave dhe rregullave të cilat bien ndesh me mësimet e Zotit, me rregullat e Islamit, por kjo domethënë do thotë një revolucion. Që njerëzit domethënë bëhet revolucion ndaj besimit, mentalitetit që kanë njerëzit, ndaj traditave, zakoneve të tyre, ndaj punëve me të cilat ata janë mësuar dhe e kanë shumë të vështirë që ndahen prej tyre. Kështu që puna që ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është puna më e vështirë dhe puna që bëjnë ftuesit në Islam për të mësuar njerëzve Islamin është puna më e vështirë. Dhe këto momente të vështira që ka përjetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam padyshim tregojnë thellësisht për vështirësitë e mëdha që do të hasë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ftimin e njerëzve në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Khadija radhiyallahu anha, nga ana e saj, një grua e mençur, e zgjuar, një grua inteligjente, një grua shumë bashkëpunuese me bashkëshortin e saj, durimtare, një grua që i ka dalë krah Muhamedit sallallahu alaihi wasallam,
është treguar shumë shpirt mirë, zemërgjerë me të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka sakrifikuar për të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dihet që ai ishte një grua e fisme, e ndershme, një prej zonjave të Mekës. Dhe që në momentet e para ajo i del krah Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tregon besnikrit pa shembullt me dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ajo do t'i thoshte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bazuar në sjelljen e lartë, virtytet madhështore, profetit sallallahu alaihi wasallam që ai nuk mund dështonte. Allahu nuk mund ta turpronte këtë njeri. Në një shoqëri ku kishte dhunë, kishte padrejtësi, kishte probleme politike, ekonomike, sociale. Një njeri që spikaste në këtë vend për drejtësi, besnikëri, sinqeritet, ishte njeri i turpshëm, njeri besnik, zemërgjerë, nuk mund dështonte. Ky ishte ai njeriu që pritej për të shpëtuar njerëzit nga padrejtësia, nga shtypja, nga idhujtaria, nga fenomenet negative në shoqëri, nga problemet e shumta familjare, sociale, ekonomike. Ky ishte njeriu që do shpëtonte njerëzit nga veset e urta, nga punët e turpshme, nga sjellja e ulët. Atëherë si mund turprohej ky njeri? Nuk ishte e mundur. Arsyeja e çoi këtë grua të mençur në përfundimin se ky njeri nuk mund dështonte. Ky njeri s'mund të ishte gënjeshtar. Këtë njeri nuk mund ta mashtronte shejtani. Ky ishte vetëse një njeri që e ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Megjithatë, Khadija radhiyallahu anha e merr të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe e çon tek Waraqatu ibn Nawfal. Ky ishte një i afërm i Khadijes radhiyallahu anha, që ishte bërë i krishterë, ndërkohë që njerëzit kishte pllakosur idhujtaria në Mekë, njerëzit ishin idhujtar, ky ishte i krishterë, lexonte Biblën, do lexonte Injilin, shkruante në ibrisht, shkruante Injilin, por edhe Tauratin. Dhe shkon Khadija radhiyallahu anha bashkë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ke ky njeri dhe i thot: "I ibn ammi, isma min ibn akhik." I thot: "O kushuriri im, dëgjoj se çfarë ka për të thënë djali vllait tënd." Do të thot për respekt të fjalë. Se nuk ishte se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte djali i vllait Waraqa, se ishte nipi i tij, po këtë e thot thjesht për respekt. Atëherë Waraqa e pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ibn akhi, madha tara?" I thot: "Çfarë sheh?" Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja tregoi gjithë ato që kishte parë në shpellën Hira dhe çfarë kishte dëgjuar dhe çfarë i kishte ndodhur. Waraqatu thot: "Hadha an-namusu alladhi anzala Allahu ala Musa." I thot: "Ky është meleku që Allahu i Resulli zbriti Musait." Domthon kjo që ti ke parë, ai me cilin ke pas kontakt, është meleku që Allahu i Lartësuar i zbriti Musait alayhi salatu wassalam. Pastaj Waraqatu vijon e thot: "Do dëshiroja që ti ishe i gjallë kur populli yt të nxjerrin ty për vendit tënd." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Awa mukhrijiyahum?" Vall, a kam për të më nxjerrë ata mua nga vendi im? Do të thonë nuk i besoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se si mundesh një njeri besnik, njeri i drejtë, njeri i urtë, njeri i çiltër, njeri me virtyte të larta, njeri mikpritës, zemërgjerë, njeri që nuk i bënte dëm kujt, njeri me vlera kaq të mëdha që ishte shembull për njerëzit të dëbohej nga vendi i tij. Këtë gjë nuk e paramendonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si mund ndodhte. Por Waraqatu i thot: "Nuk ka burr që ka ardhur me mesazh të tillë si ky joti dhe që nuk është sulmuar, që nuk është armiqësuar nga populli i tij." Njerëzit e kanë bërë armik dhe e kanë mundu, e kanë lëndu.
Pastaj Warakatu thot, do të dëshiroja që unë të ishja i fortë në momentet kur ty njerëzit do të mundojnë dhe do të nxjerrin nga vendi yt. Profeti sallallahu alajhi wasallam kthehet me Khadijën, nuk kaloi shumë kohë dhe Warakatu ibn Naufal vdes. Në fakt ka vdekur si musliman. Sepse ai këtu ka pohuar mesazhin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ka pranuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam si i dërguar i Zotit. Pastaj ka pas një periudhë ndërprerje të shpalljes hyjnore dhe më pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke zbritur nga shpella Hira në drejtim të shtëpisë vet për në Mekë, dëgjon një zë nga qielli. Ngre kokën, sikur se transmetohet në Sahih Buhariut në kapitullin e shpalljes, ngre kokën lart dhe shikon melekun. E shikon të ulur në një karrige ndërmjet qiellit dhe tokës. Melekun që erdhi në shpellën Hira. Dhe këtu e mbërthen shqetësim dhe frikë, edhe bie gjunjëzohet në tokë. Pastaj çohet, shkon në shtëpi dhe u thot njerëzve të familjes, më mbështillni ose më mbuloni. Dhe në këtë moment i zbresin ajetet e para të surës Al-Muddathir, ja ayyuhal muddathir, o ti i mbuluar, qum fa anzir, çohu dhe paralajmëroj njerëzit. Wa thiyabaka fatahhir, rrobat tuaja pastroj. Wa thiyabaka fatahhir, këtu hyn pastërtia shpirtërore dhe pastërtia fizike. Pastërtia e shpirtit, pastërtia e trupit dhe pastërtia e rrobave. Wa thiyabaka fatahhir. Ja ayyuhal muddathir qum fa anzir. Ja ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Zotin tënd madhroje, rrobat tuaja pastroje. Madhro Zotin dhe asgjë tjetër vështirë, rrobat tuaja pastroje. Wa rujza fahjur, dhe larg idhujve qëndro. Këto ishin ajetet e para, të cilat e urdhërojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për fillimin e thirrjes së njerëzve në fenë e Allahut, për paralajmërimin e njerëzve nga dënimi i Zotit, nga dënimi që morën popujt e hershëm, të cilët nuk e dëgjuan Zotin dhe nuk u bindën të dërguarve të Allahut të lartësuar. Ajetet e para, të cilat japin urdhër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të adhurojë Zotin, të bëjë ibadet Allahut, madhroj vetëm Allahun e lartësuar dhe të urdhërojë njerëzit që të bëjnë ibadet Allahut të lartësuar. Gjithashtu, në këto ajetet Allahu urdhëron Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që të bëjë durim, "Uli rabbika fasbir", dhe për hir të Zotit tënd bëj durim. "Wala tamnun tastakthir", mos jep diçka për të kërkuar një shpërblim më të mirë për njerëzve. Mos prit për të mirat që u bën njerëzve shpërblim apo nder prej tyre. Por gjithçka që u bën njerëzve ta bësh për hir të Allahut dhe ta presësh shpërblimin vetëse prej Allahut subhanahu wa taala. Po të shohim ajetet e para që i zbrisi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmbajnë parimet e mesazhit që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u përcolli njerëzve. Së pari, fakti që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të madhronte vetëm Zotin, do të adhuronte vetëm Allahun dhe do t'ia kushtonte ibadetin vetëm Zotit, askujt tjetër veç Allahut. E dyta, paralajmërimi, thirrja me cilën do të merrej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E treta, pastrimi, pastronte njerëzit nga shirku, nga devijimet, nga sjelljet e ulta, nga gjunahet. Dhe e treta, durimi. E katërta, mund të themi, është durimi. Fakti që thirrja në fenë e Allahut të lartësuar nuk mund bëhet pa durim. Elus Allahun subhanahu wa taala që t'i bëjë të dobishme këto që dëgjuam. Do ta mbyll këtu inshallah taala dhe në emisionin e ardhshëm do të flasim disa gjëra të tjera të cilat kanë të bëjnë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me njohjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo dhe me të drejtat
e të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.